Përshëndetje. Sot kemi publikuar gjetjet tona hulumtuese gati 1 vjeçare, të cilat nuk janë opinione, nuk janë thashëthëme, janë të bazuara në dokumente, burime dhe fakte. Sot, i dashur publik, kemi ekspozuar metodologjinë e vrasjeve politike si sistem pushteti të ndërtuar dhe të konsoliduar sipas gjetjeve tona rreth njerëzve të Hashim Thaqit dhe vet atij. Në tekst është i thënë qartë: ajo që vijon është përshkrim i një mekanizmi dhe nuk është verdikt. Dhe çfarë ndodhi sot pas publikimit? Erdhën kërcënime, gjuhëdhune, paralajmërime për vrasjen time, pikërisht ajo që ne e kemi përshkruar, pra atmosferë atentati. Faza e parë është friksimi, pastaj izolimi, pastaj dhuna. Kjo nuk është rastësi, është thjesht provë e asaj çfarë ne e kemi ekspozuar në gjetjet tona hulumtuese të publikuara sot. Ne kemi hulumtuar, kemi krahasuar burime dhe kemi identifikuar individ të lidhur me rrethin e brendshëm të këtij sistemi. Njerëz që sot kërcënojnë, por prej të cilëve ne nuk kemi frikë. Epoka e vrasësve ka mbaruar. Koha kur fjala mbytej me plumb ka marrë fund. Dhe për ata që po shkruajnë kërcënime, dua t'ju them se gjurmët tuaja mbeten. Përgjegjësia nuk harrohet dhe do t'ju vi dita kur kjo përgjegjësi do t'ju trokas në derë. Ndryshe, i ftoj qytetarët dhe lexuesit që ta lexojnë hulumtimin, ta shpërndajnë dhe ta diskutojnë hapur. Pas këtyre vrasjeve është një sistem i mirë organizuar të cilin ne kemi ekspozuar sot. Dhe për viktimat, pra fëmijët, gratë dhe burrat që presin drejtësi, është shumë e rëndësishme që kjo drejtësi t'u ofrohet. Shumë prej viktimave u shpallën spion, për t'u vrarë. Në të vërtetë, shumica ishin patriot, njerëz që Serbia nuk arriti t'i kontrollojë dhe që u eliminuan përmes një operacioni të maskuar rrejshëm si çlirim. Ata që sot më quajnë anti-UÇK, po e bëjnë të njëjtën gjë që është bërë edhe më parë. Etiketim për të arsyetuar vrasjen, por atyre do të digjet baruti nëse provojnë. Unë kam shtet, kam mekanizma sigurie dhe mbi të gjitha e vërteta nuk vritet, edhe nëse ata do të donin të më vrisnin mua. Mos harroni, gazetarët u vranë, politikanët u vranë, aktivistët politikë u vranë gjatë mandatit të Hashim Thaqit. Jo pse ishin kundër lirisë, por sepse kërkuan llogari, sepse menduan ndryshe. Siç thuhet edhe në shkrim, kur drejtësia mungon, pushteti mëson se mund të marrë kohë. Dhe kur mund të marrë kohë, mund të marrë edhe dëshmitar, siç edhe kanë marrë. Ne jemi këtu që kjo të mos ndodhë më. Kjo nuk është kundër luftës çlirimtare. Kjo është për ta pastruar atë nga përdorimi kriminal i cili qëndron pas saj. Liria nuk mbrohet me heshtje, mbrohet me të vërtetën. Dhe kronikat e barutit do të vazhdojnë për ta mbrojtur lirinë dhe për ta pastruar luftën e lavdishme çlirimtare nga horrat dhe hordhit kriminale të cilat e kanë përdorur atë për ta mbrojtur kriminalitetin e tyre dhe për ta mbrojtur pleçkitjen sistematike të Kosovës, si dhe instalimin sistematik të fuqisë politike të Serbisë brenda Kosovës. E vërteta gjithmonë është më e fuqishme se çdo gjë. Një ditë apo tjetër ajo do të dalë në dritë. 26 vjet pas luftës, ne sot kemi lirinë që të flasim për të vërtetën. Dhe do ta ekspozojmë atë cop më cop, pa asnjë hezitim, në çdo detaj. Faleminderit shumë.